Në Bregdetin jugor të vendit po bëhen përpjekje për një menaxhim të ri të mbetjeve urbane. Banka Botërore ka përkrahur përmes një programi financimin e ndërtimit të një sheshi për përpunimin e këtyre mbetjeve. Drejtuesit e Bashkisë së Sarandës thonë se zgjidhja e përpunimit të mbeturinave do të sillte një ndihmë të madhe veçanërisht për sektorin turistik. Korrespondenti ynë Raimond Kola sjell hosi. Në Bregdetin jugor të Shqipërisë nga Vlora në drejtim të Sarandës nuk ka asnjë qendër për përpunimin e mbetjeve urbane. Shumica e mbeturinave hidhen anë të rrugës apo në sheshe të pakontrolluara. Njësitë e qeverisjes vendore në Sarandë po bëjnë përpjekje për një menaxhim të ri të këtyre mbetjeve. Programi menaxhimit integruar të Bregdetit jugor, financuar nga Banka Botërore, ka përkrahur financimin e ndërtimit të një sheshi për përpunimin e këtyre mbetjeve, apo siç njihet në gjuhën e përdorimit të gjerë, ndërtimin e një landfilli. Në Sarandë procesi i këshillimit për ndikimin në mjedis është faza e fundit për këtë investim. Profesor Suleman Sulçe në rolin e ekspertit thotë se sheshi i depozitimit do të përmirësojë problemet mjedisore në Bregdetin jugor të Shqipërisë. Landfilli është në planin mjedisor, në planin teknologjik, në planin e vlerësimit ose të ndikimit në mjedis, është i parametrave dhe standardeve europian dhe natyrisht që si i pari i këtij lloji do të përmirësojë mjaft problemet mjedisore që rëndojnë aktualisht Bregdetin e jugut të Shqipërisë dhe për këtë arsye do të ketë me siguri kushte më të mira për zhvillimin e turizmit, zhvillimin ekonomik, por edhe rritjen e cilësisë së jetës të këto zonë. Mbetet, thot zoti Sulçe, që pas një studimi në një zonë afër Delvinës, njësitë e qeverisjes vendore të shprehen për bashkëpunimin për realizimin e këtij projekti. Ekspertët shqiptar po këshillojnë edhe me përvojën e rajoneve fqinje në Greqinë e Veriut për investime të tilla. Një vizitë e tyre në arta të Greqisë ka sjellë përvojën e menaxhimit të një sheshi të tillë ku disa 10 ton mbeturina përpunohen në një zonë afërsitë të qytetit bregdetar të Artës. Teknologjitë e përdorura bëjnë që përpunimi i mbetjeve urbane të mos sjellë asnjë pasojë për mjedisin. Ndërkaq kryetari i Bashkisë së Sarandës Edmond Gjoka thotë se projekti është përkrahur nga kjo bashki, pasi sjell një ndikim mjaft pozitiv veçanërisht për sektorin turistik. Djegja e pakontrolluar e mbeturinave në këtë qytet ka sjellë në jo pak raste probleme, thotë zoti Gjoka. Është një investim rreth $5 milion, një investim i konsiderueshëm, ku do të cilësoja që ky landfill nuk është thjesht vetëm për qytetin e Sarandës, por është për gjithë rajonin që nga Himara do të thoshja deri në Konisport. Zonat bregdetare të Shqipërisë vazhdojnë të jenë në qendër të investimeve që synojnë jo vetëm përmirësimet në infrastrukturë, por edhe shërbimet. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raimond Kola.